Pas një të shtunë me diell dhe temperatura të larta, mëngjesi i të dielës ka surprizuar të gjithë, duke rikthyer rreshjet e Dëborës në qarkun e Shkodrës. Qafa e Thorës së zgjuar e mbuluar nga bora, ndërsa përgjatë të gjithë aksit rrugor, nga Boga në qafën e Thorës, vijojnë rreshjet e Dëborës ndonse me intensitet të ulët. Trashësia e Dëborës arrin në 5 cm, ndërsa rruga po mbahet në monitorim nga borpastrueset, ndonse nuk paraqiten problematika në qarkullimin e automjeteve. Edhe pika turistike e Erasmës është përfshirë nga rreshjet e Dëborës, të cilat kanë surprizuar turistët e shumt këtë fundjavë. Edhe Vermoshi është zgjuar nën petkun e bardhë të Dëborës, ndërsa nuk paraqiten problematika në qarkullimin e automjeteve. Edhe territori i Bashkisë së Pukës është përfshirë nga rreshjet e Dëborës. Këto pamje fantastike vijnë nga qendra e Pukës, e zbardhur tërësisht nga Dëbora. Pjesa tjetër e territorit është përfshirë nga rreshje të shumta shiu të shoqëruar me erë. E hëna rikthejnë kthjellimet, ndërsa pritet të ketë ulje të mëtejshme të temperaturave.